Sot kemi kënaqësinë të bashkëbisedojmë me një grua që ka jetuar e vepruar brenda dhe jashtë vendit. Është nën, edukatore, sipërmarrëse dhe një zë që meriton të dëgjohet. Medina Kabashi Broqi. Mirë se erdhe në emisionin Narracion, Medina. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se ju gjeta. Si ishte fëmijëria juaj? Si e kujtoni veten si fëmijë? Fëmijëria jeme ka qenë shumë e mirë. Tash unë jam fëmiu i 4 në familje, edhe jam mas një kohe, dhe më thonë mas disa vjetëve. Edhe gjithmonë kur flasim për fëmijërin, keshim me vllazën dhe me motrën se ata më shumë flasin për hekat e tyne, e une, dhe më thonë për një jetë ma të mirë se sa që kam pas ata, po tash ti hekat në thojza po thamë, se nuk është që ju ka mungu diçka, po jeta ka qenë ma e vështirë në kohën e tyne. Për ndryshe, fëmijërinë kam pas shumë të mirë, ndoshta edhe që jam fëmija ma i vogël, ka pas gjithmonë kush me u kujdes. Jeta ka qenë ma ndryshe atëherë, jo aq dinamike si kur tash që është. Prindrit kam punu të dytë, po prap se prap, nëse di, ja ka ndalë me pas kohë edhe për familjen, edhe për punën, edhe për shtëpin, për fëmin, asnjëherë nuk kam qenë anash adin që kam bet. Kështu që kam pas një fëmijëri të bukur, një fëmijëri në fshat, në vend të pastër, në hapësirë, kisha thonë pa limite diçka, se nuk kemi pas diçka ndalesa, thjesht, dhe më thonë fëmijëria ka qenë e zakonshme, shkon shkollë, bën detyrat, vazhdon lunë me fëmijët e mahallës, me familjarët, deri mbrëmje vonë, ka qenë fëmijëri e mirë, fëmijëri e bukur. Cila është gjëja që ju mungon më shumë ti nga ajo kohë? Çka mungon nga ajo kohë? Mos me pas stres. Ndoshta. Po shiko, nuk kisha thënë që më mungon diçka, se është shumë normal që me kalimin e kohës, është edhe na jemi rritë dhe janë rritë, obligimet janë shtu, që si kemi pas fare, fëmijëria për që ta është e bukur se s'ke kur fare obligimi. Një obligim e ki, shkollën me kry që duhet, se ato duhesh me kry vetë, mundet me ndihmu kërkush, po është që ajo liria, do me thonë që vendos për veti, që ka donë tek donë, nuk je i lidhun me askënd, e tash do me thonë kemi përgjegjësi jo vetëm për veti, kemi ndaj tjerëve, ndaj familjes, ndaj punës, ndaj kolegëve, fëmijëve, ndaj vetës besa, ndaj shtëpis, janë shtu obligimet, do me thonë, po për mu është se nga njëherë njerëzit i dëgjoj, sidomos vjetrit, kur thojnë të kisha mu kthy në atë kohë, në ato vjetë, unë së thamë, jo, se është proces shumë normal, s'ka lidhje, na u kanë shtu gajlit, obligimet, stresi, po është pjesë e jetës edhe ma mërmenja që shtu deri në fund ka me na shku. Cila është një dëshirë që e keni pas dikur, por sot jeni mirënjohëse që nuk ju është realizuar? Dëshirë që kom pas e që nuk është realizu, nuk po më mendu diçka konkrete, po për shembull, s'është dëshirë, kur po ma përmend që s'është realizu, mu pak po më kujtohet që autoriteti prindve të mi, që unë në atë kohë, sidomos kohën e adoleshencës, kisha dëshira caktume, e tash thom shqyr që nuk mi kanë realizu. Jo naj dëshirë diçka të veçantë, po thjesht të asaj periudhës ndihshme që është pubertetit, unë e prind i kam pak me ma shumë autoritet ndoshta, e mu kjo më pëlqen, prindrit besaj edhe një vëlla, se ta është jaj kur më she, po më ka nejt ofër shumë, dhe më thonë që mi kontrolu dëshirat e mija, nashta me thonë. Se është periudhë ndihshme, komplet, prej pubertetit e deri te rinia e hershme, është një periudhë ndihshme se njeri nuk e din çka po don, akoma. Është i pavendosun, edhe mendon me provu shumë çka derisa të sheh veten. Mu ma kanë jep gjithmonë lirin, me provu çka kom dasht, ama kanë qenë gjithmonë ata kufijt e trosh anash që bën çka dush mrena këtyne kufive, e unë për këtë jam shumë mirënjohëse që disa gjana që në atë kohë ndoshta i kam dëshiruar nuk janë realizu. Po për këtë, ja atribuoj prindve dhe familjes.
Si vendoset të studioni gjuhën angleze? Unë në fakt, deri në vitin e fundit shkollës mesme, kam menduar që kam studiu për arkitekturë. Vllau është arkitekt, gjithmonë më ka pëlqyer puna që e bënte ai, edhe me matematikë isha mirë. Po shkojsha dikur kur u afru koha për me vendos pak a shumë se çka po du me studiu, të i bë disa krahasime. Për shembull, një pikë që e krahasojsha, unë disha matematik, po isha vllaun tem që dike shumë mirë matematik, po ku ishte dallimi për çatë njohurinë e njëjtë, ai s'mësoi ke hiç, unë dashke me mësu shumë. Po du me thonë që ai kishte talent me i kuptu gjanat tepër shpejt edhe lehtë, e unë me mri në atë shkallën që ishte ai, unë dashke tepër me punu. Në anën tjetër, edhe nuk e di që erdha te ky mendim, po unë mendoj që kjo është mënyra e duhur, s'ka menduar asnjëherë me studiu gjuhën angleze. Po e kuptova që ti duhesh me studiu atë që ti je i mirë në të, se mendojsha pse me studiu gjuhën angleze kur unë e di. Unë e di gjuhën angleze, pse më studiu? Mendoj që duhesh më studiu diçka që ti ki me mësu që aty. Po jo diçka me mësu prej fillimit, po diçka që ti tashmë bazën e kit fort, e pastaj studimin vazhdon e fillon, e zgjeron edhe normale përvetëson më shumë. E kështu erdha deri te përfundimi, domethënë për me studiu gjuhën angleze, jam shumë e kënaqur me vendimin tem, nuk jam as pak pishman. E kam gjetë veten shumë mirë, edhe ma mërmendje që pikërisht kjo ka qenë arsyeja pse s'kom pas ndaj vështirësi në studime, se bazën tashmë e kisha të fortë, edhe domethënë prej aty ku kom mbetur në thjesht kom vazhdu me studiu edhe me zgjeru njohuritë e mia. Ka pas gjana që i kom mësu prej filmit, sigurisht ka pas gjana sfiduese edhe treja, po unë e kom mujt me nxan hapin. Keni studiuar edhe në Prishtinë, edhe në Gjermani. Cilat janë dallimet kryesore mes dy sistemeve arsimore? Ka dallime shumë. Dallimi që kisha përmend mas pari është pjesa administrative. Do me thonë në Gjermani për mu studimi nuk ka qenë i vështirë as pak, për shkak se organizimi ka qenë shumë i mirë. Për shembull, në momentin që filloi ke semestri, fillu në ligjëratat e para, profesori ndan sillabusin çka tek ka mu zhvillu gjatë atij semestri, gjithmonë në atë syllabus, do të thonë që ai vlejke për 4 muajt e ardhshëm, ti veç se e kishe të cekur datën e provimit, mënyrën e testimit, a do t'jetë disa provime, a do t'jetë vetëm një përfundimtar, a do t'ketë teste, edhe e kishe orën e sallën të gjithat, që për mu ka qenë habi, se kjo pjesë të Universiteti Prishtinës na ka mungu, do më thonë çështja organizimit, se kjo ta lehtësoi ke punën shumë, do më thonë. Kur ti e dishe në cilën datë, cili provim është, dhe i dishe mënyrën e provimit, a do të kesh disa teste, a do të kesh një përfundimtar, ti thjesht e organizon veten tënde edhe ja del pa problem. Edhe pjesa tjetër që e lehtëson shumë atje studimin është biblioteka. Biblioteka shumë e pasur me tituj. Do me thonë, kishe me bo hulumtim, kishe me bo ndonjë punim diçka, shkojshe në bibliotekë, gjejshe tituj që ti tashmë i ke gjetë në internet dhe i ke kërku dhe shumë ma shumë. Do me thonë ishte një bibliotekë e madhe, me shumë tituj, edhe ti shkojshe vetë e zgjedhshe edhe këshyrshe edhe diçka tjetër jashtë atyne që ti i ke pa, e kjo sigurisht ta lehtësoi ke komplet punimin. Në fakultetin këtu, në Universitetin Prishtinës, po flas për fakultetin që unë e kam kry, filologjik, unë e kënaqur jam me fakultetin tonë, unë mendoj që shumë fakulteti suksesshëm. Këtë mangësi e ka, do me thonë, pjesën administrative, se do më thonë, datat e provimeve dalin një javë para provimit, ndodh që dalin 2 provime mrenda një dite, ti e bën kërkesën me lëviz qatë provim, po atë kërkesë ta miratojnë një ditë përpara, ka që si të lashe, do me thonë që e vështirësojnë organizimin e studentit për provime, po për ndryshe, do me thonë, une e shoh veten që në fakultetin, edhe këtë fakultetin këtu në Prishtinë, unë kom arrit shumë, edhe kam mësu shumë prej tij, kështu që mendoj që profesor që i kemi këtu janë jashtëzakonisht mirë. Sa i përket mënyrës së jetesës, çfarë ndryshon mes Gjermanisë dhe Kosovës? Ndryshojnë disa gjëra, po desha me thënë se me kalimin e kohës
Kogja shumë edhe Kosova po bëhet sikur Gjermania me stil tjetesës. Çka ka në Gjermani? Në Gjermani kryesisht ka punë shumë, njerëzit punojnë shumë, nuk ka shumë pushime, do të thonë pushojnë të dieleve. Edhe është puna se në atë ditë pushimit kryesisht e kalojnë shtëpitë e tyne, edhe sigurisht do të thonë me familjet edhe angazhimet e tyne personale. Këtu në Kosovë kemi një jetë sociale më të mirë, kisha thonë. Shoqërohemi me njëri tjetrin. Po do të thonë të çështja e punës, na jemi këtu super ngarkum, punojmë me shumë orare gjata, po e kemi këtë shoqërinë, edhe kjo neve na shtin që ku me ditë sa orë me punu, ti e gjen edhe një gjysore, me pi një kafe me dikën, ose thjesht qaj dikush me ardhë të ti, të puna jote, një pauzë shkull 15 minutë, që edhe me të vërtet qaj 15 minutë që ti fol me dikën, të kthjell edhe t'jep energji që me vazhdu ti me pjesën tjetër të ditës. Kjo nuk mendoj që është në Gjermani, është kogja e lodhshme me punu prej orëve të mëngjesit, dikush prej 5-ve, prej 6-ve, edhe prej 8-ve, tash varet që shuthojnë njerëzit deri mbrëmje, pa e pas një hapësirë relaksimi, ose thjesht na edhe nëse s'ki me ko me pi kafe, po edhe vetë e pin kafe, në den, nuk është kur gjo, edhe ki vende ku me dalë, puna atje ka qenë të pak të në pjesën ku unë kam qenë që s'kishe fort as vende ku me shku, se jeta është ndryshe dhe nuk e zbatojnë këtë si kur na këtu, do me thonë që aplikojmë. Kështu që jetë pak më eftoft atje, unë e provova edhe erdha në përfundim që në Kosovë ka më mirë. Pse vendose me u kthy definitivisht në Kosovë, përveç kësaj? Po unë e besoj ndikon edhe fakti se unë në diasporë nuk kam familje çuditërisht. Kam familje pak më të largët, po sikur gjithë se ne kemi qenë një grup i studentëve, gjithë e kishin vllaun, motrën, dajën, tezën, ndikon. Unë nuk e kisha askënd në Gjermani, edhe jam e sigurt që edhe kjo ka ndiku, jam kanë kogja shumë vetë, po në qatë periudhë edhe unë e kuptova që unë nuk qenë kam aj personi që shkon punë dhe kthehet edhe qaq përfundon dita jem. Dita jem ka nevojë për ma shumë aktivitet. Edhe këtu, se unë e du punën shumë, edhe punoj mjaftë orë gjata, po po thëmë jashtë ati orari, unë e kam e pas në aktivitet. Tash është edhe djali, kem aktivitete me djalin, mas punës, po edhe për ndryshe, me shku me taku dikon, me thirr dikon, me bo thjesht një shëtitje, a diqka, po thëm, ndoshta edhe këtu më ngrejnë familja, atje se kom pas kërkan, ta kisha pas dikon, ndryshe kishe ecë koha, kishim sistemu jetën, po thjesht, dhe më thënë, kryesisht kjo ftëhtësia atje, mu nuk më ka flajt edhe nuk e pash vetën që moj me vazhdu me jetu aty. Cilat janë anët pozitive të qenurit mësimdhënëse dhe cilat janë sfidat më të mëdha që i hasni? Anët pozitive. Ka shumë anë pozitive. Të qenurit mësimdhënëse nuk është e lehtë. Fillimisht duhet bëhet me qejf. Nuk ka mundësi me kanë mësimdhënëse e suksesshme nëse ti vjen në atë punë për atë rrogë, ose thjesht pse nuk e di për çfarë arsye kish mujt me ardhi dikush në punë nëse nuk e don çat punë fillimisht. Nëse nuk e bën punën me qejf, s'ka rezultat edhe nuk ka sukses. Unë shqyr Zotit, nxënësit e mi po kanë sukses, po punën besam që nuk e mendoj si punë, kur shkojmë punë nuk e mendoj që po shkojmë punë, se më duket sikur po shkoj te një pjesë tjetër e shtëpisë time, se mësimdhënia më pëlqen shumë. Raporti me njerëz më pëlqen shumë, me fol me njerëz më pëlqen shumë, edhe sidomos unë aty në më mësu diçka. Do të thonë unë llogaris që unë diçka po kontriboj, ky njerë fal punën që po bën me mua, ka me vazhdu jetën e vet në Kosovë ose ka me vazhdu me u zhvillu, fal kësaj gjuhe që po mëson, një kompani shumë të mirë këtu në Prishtinë ose thjesht ka me shku jashtë. Do të thonë për atë person unë jam shumë e dobishme, ashtu po i bjen edhe mua kjo ndjenjë më pëlqen shumë edhe më kënaq. Ka do me thonë vështirësi, ka mjaft vështirësi të ndryshme tash. Fillimisht varet me kon punojmë, se punojmë me triturit, punojmë me fëmijët,
Të fëmijët është goxha sfiduese me i mësu, sepse fillimisht, të merr kohë, duhesh mu përgatit, duhesh me bëni plan program për ata fëmijë enka, sepse fëmijët dojnë aktivitet, nuk mundesh në mënyrë tradicionale me ligjëru para tyne, duhesh me i angazhu shumë gjatë orës mësimore, duhesh me gjetë aktivitetet të cilat atyne ju interesojnë, se tashti do me thonë fëmijët kanë qasje në shumë aktivitete jashtë shkollës edhe lojra të ndryshme, edhe edukative në përqendra të ndryshme, sa që shumë herë ka fëmijë që një aktivitet është shumë i mirë, po aty nuk i do këtë interesant, nuk i lën përshtypje dhe nuk don me u angazhu. Do me thonë, pjesa e angazhimit fëmijëve është e vështirë. Pastaj mos flasim që krejt që ajo punë dhe ato aktivitete duhen me pas një rezultat, në fond, ai fëmijë kur del prej asoj ore, ai duhet me ditë çka ka mësuar në çat orë. Do me thonë, kësa i thojnë learning by doing, do me thonë me i shti, me vepru, edhe ata në mënyrë pavedishme me mësu. Do me thonë, ata janë të mësu, po s'janë të e di që janë të mësu, se po mendojnë që janë të lujt. Po kjo kogja konsumon energji, kogja të merë kohë, përgaditje, mësim dhënëses, ndërsa të triturit, unë mendoj për shkak të angazhimit edhe kohës pak ma letë është se këto aktivitete me triturit nuk i bëjmë. Po i ka sfidat e veta, sepse fillimisht varet ai person për çka po don me mësu, apo do me mësu për punë, apo do në thjesht me kalu janë ato provimet që po hynë zonësat kur po kanë bashkim familjar në Gjermani, për shembull. Dikush prej tyne do me mësu për me ditë për veti, dikush prej tyne do me mësu sa me kalu atë provim, dikush do me mësu se po i vynë për punë, dikush ka nevojë vetëm komunikim, do me thonë prap aty ti duhesh me përshtat nevojave të zonësit edhe kërkesave të tij. Pjesë sfiduese kogja shumë është se shumë herë vinë, sidomos nxënësit që vinë për bashkim familjar që kanë me shku në Gjermani, mosh pak ma e shtyme, din me konë sfiduese, sepse kryesisht ajo mosh për shembull ka kry shkollën e mesme. Edhe leja që atë shkollën e mesme ka kry para 20 viteve. Do me thonë, po thuj se 20 vjetë nuk kam mësu kur gjo. Nuk kam mësu kur gjo. S'po i faseja, se nuk po e kritikoj atë pjesë, edhe na në momentin që e kryjmë shkollën, na detyron puna me njek do trajnime, me mësu e kështu se angazhimet po të marrin, familja, obligimet edhe po mbet njeri edhe po ecin vitet. Kështu që është e vështirë kjo pjesa, do me thonë kur dikush ka pauzu një kohë gjatë, tash kur ti mëson një gjuhë të re, na duhet me këqyrë që shmi u qasë atina, dikujna si t'ja thush fjallën gramatik, blokohet rune. Gramatik, thot, gramatik, që 15 vjetë, që 20 vjetë s'kom mësu gramatik, qa është emri, qa është mbiemri, qa është folja. Ati personi s'mundesh me qasë ashtu. Duhesh me gjetë një mënyrë tjetër. Tani janë edhe persona tjerë që janë shumë të interesum, ka persona që ja u don gjuhën, që për shembull vinë me mësu gjuhë gjermane, po paraprakisht dinë anglisht, ata shumë shpejt e kapin, bujnë pyetje besa shumë, ju intereson do detaje që shumë kur si vrejnë, ata i vrejnë, ti gjithmonë duhesh me pas njohuri, duhesh me kanë e përgatitjen për me u jep përgjigje nxënësave, kështu që sfidat janë të ndryshme, po puna për mua është shumë e kënaqshme, bile mu hala ma shumë pëlqejnë këta nxënësa që mbojnë shumë pyetje, se më shtin edhe mu më lodh ma shumë, edhe më shtin edhe me hallakat pak edhe në internet edhe në libra, se ndodh na informacion që se kam, ose thjesht m'ka shku mendja, ose pas na haru, e mu kjo më pëlqen se po m'aktivizon. Adin, kështu kur është nxënësi ma pasiv, mundona me aktivizu, po ka njëherë ndodh që ai pasiviteti i tim ka plon edhe mu, duhet dhe me thonë me dalë prej këti kallëpit, duhet me angazhu nxënësin, me angazhu edhe vetë edhe me bo orën atraktive. Si quhet qendra e gjuhëve të huaja që ju e keni themeluar dhe çfarë gjuhë mësohen aty? Qendra jonë quhet Shkolla Bridge në Pej, është themelu në vitin 2017. Aktualisht i kemi 2 pika në Pej, njëna është në qendër qytetit dhe tjetra është afër një shkolle fillore, shkollës fillore 8 Marsi. Goxha e kemi hap gjuhët që ligjërohen, është gjuha angleze, gjuha gjermane, gjuha frënge, holandeze dhe boshnjake. Gjuha më e kërkuar për momentin është gjuha gjermane,
gjithmonë, ka qenë kështu prej fillimit në fakt. Bile unë ku për shoh sa nxënësa po vijnë për gjuhë gjermane, po thëma ka me na mbet na ikush këtu në Kosovë, krejt janë të shku jashtë. Po mirë ka ecë, do me thënë, shkolla është zhvillu shumë mirë. Na kemi fillu mas pari vetëm me gjuhën angleze, për shembull, se unë për vete kam përfundu gjuhën angleze. Pastaj kemi fillu të zgjeru, hapas hapi, shumë nga dalë, morëm një mësuse, punum një kohë vetëm një të dyja, pastaj se di nga njëherë më vjen shumë interesant kjo çështja se njeri shumë herë mundohet diqysh mi jep zor ose i thot vetes halos jam që aty ku jam, do më thonë s'pi jap vetes zor. Po jo, e kom po shumë herë që shumë sene po bohen vetvetiu edhe shumë rrugë po qelen vetvetiu edhe po thëmë vetes pse pe stresoj veten. Për shembull, kur s'ma kish marrë mendja që gjithë këto gjuhë ishin ligjëruar në shkollën teme. Kur e mendojsha gjithë ato mësuese me i gjetë, gjithë ato mësuese me i menaxhu, a e bojmë punën që duhet, a nuk i bojmë punën që duhet, po një farë mënyre, unë po qëndroj aty, po i vëzhgoj punët, po i mbikëqyri gjithçka me shku mirë, edhe ato po zhvillohen vetvetiu një farë mënyre. Për shembull, fillum pastaj me kurse gjuhës frënge. Krejt rastisht të rosh në kontakt me një mësuse, gjuhës frënge, fillum me bashkëpunu me të, filloj ka pak edhe kërkesa me urrit, se fillimisht s'kisha as kërkes, se kur je kështu e ki një ide, po shumë ki pastaj mendime, a do të funksionoj, a nuk funksionon, a ta provoj, mos po dështoj, a dëmtona une nëse dështoj, se mos më pengon nëse dështoj, po nëse dëmtona nga dështimi, atëherë pak e mendoj pak ma shumë, qaj dëmi, so më të me ka një madhë në kuptimin, a ka dëme financiare, materiale, apo dëmtohet reputacioni shkollës, apo diçka, do më thëmë pak e mendoj, se për ndryshe dështimi është pjesë e suksesit, edhe s'ka shans me arrit sukses pa dështu disa herë, është krejt normal. Kështu do më thënë hapas hapi fillum, hajtë po e zgjerojmë pikën e dytë pas ka kërkes, po e provoj, edhe shqyqër zotit shumë mirë jemi me këtë gjuhën bosnjake që përmena tash kemi nis bile mas pari, hera e parë, shumë mirë po funksionon, edhe këtu tash po jap disa detaje, a di që kam pëlqen mu raportin si me nxënësit, si me mësimdhënësit, do më thonë punonjësit tona, shumë e kam raportin e mirë. S'kemi kështu raporte shef punëtor, kemi raporte shumë shoqërore, se qëllimi është i njëjtë, i të gjithave neve qëllimi është i njëjtë. Unë po do më rrit me u zhvillu, ato po do me u rrit me zhvillu, edhe na duhet me nimu njëna tjetrën. Bile e mendoj që shkolla jeme dhe kryesisht kompanit, duhet me kanë si familje, ti nuk mundesh me mendu. Unë nuk e kuptoj një njeri që për kompaninë që punon mendon keq. Për shembull, çish mundesh ti me punu për një vend që s'ki mendim të mirë për to? Jo, unë për veti s'kisha mujt. Do me thonë, punoj në një vend ku mu më punohet aty, mu më pëlqen aty me punu, në ndi veten mirë edhe nuk më kap siklet kur shkoj, nuk tuk na më thot dikush diçka. Atë hapësirën jam mundu me kriju edhe me do me thonë punu një set aty, edhe që deshta me dal prej pjesëve më të vështira gjithë këtij menaxhimit, mu personalisht më vjen me marr persona 3. Pse? Qa që kem kriju një rreth mirë, veç mendoj ana për shtatet, as na për shtatet, se nga njëra i person për shembull mundet me pasaj shumë njohurit mira gjuhës, mundet me konë shumë i mirë, edhe sigurisht që unë e marr kur është shumë i mirë. Po unë po du që në rrethin tonë me u kyqe dhe aj, se na nuk jemi thjesht shoqe, nuk jemi thjesht kolege, jemi ma shumë. I dalim krah njëna tjetrës, soher na një prej neve ka na i të lash. Çfarë do lloj problemi, qoftë punë, qoftë familjar, do me thonë lidhja është tjetër, s'është lidhje menaxher punëtor. E kam qef që kushdo që vjen i ri me u kyçet qatë rreth. E deri sot shqyr zotit s'kemi pas probleme, edhe këtë vit disa mësuese të reja na kanë ardhur, po qaq mirë jemi për shtat, edhe kemi, do me thonë, bashkëpunimin e kemi shumë të mirë. Tani është normale dhe sigur që edhe rezultati është i duhur, kur punonjë si vjen i kënaqur në punë, s'ka pse mos me pas sukses. Se gjithçka fillon do me thonë aty, fillimisht mendoj te kënaqësia personale, e pastaj reflekton te puna, te rezultati, te nxënësit, të gjithat. Sipas jush, cila është gjuha më e vështirë për të mësuar? Të gjitha gjuhët që ligjërohen te na unë nuk i di.
Kam përshtypjen që më e vështira prej gjuhëve për shembull, që ligjërohen te na, po them se kështu gjuhë ka sa dush, po gjuha frënge kogja e vështirë. Kogja e vështirë. Që sa po du me mësu edhe vetë, thjesht sa me pas një huri se kur merresh me gjuhë, unë për veti flas gjuhën bosnjake, angleze dhe gjermane. Kur merresh me gjuhë, me një herë ki ma të lehtë me mësu një gjuhë tre, se edhim, për shembull pjesën e gramatikës, nuk i nevojë me mësu kohë te këto, do të thonë me mësu prej fillimit se çka janë e çu shpërdoren, atë bazë do të thonë e ki. Edhe kur e mëson një gjuhë tre, në momentin që tashmë e ki një huri në një gjuhë tjetër, shkon tu i krahasu. Për shembull gjermanisht, kur kom mësu, disa gjëra u krahasojshin me anglisht i kuptojsha ma lehtë, disa me shqip u kuptojshin ma lehtë. Shumë fjalë gjermanisht janë të njëjta edhe bosnjakisht, edhe që ashtu i mojsha men ma lehtë. Do të thonë kur i lidh me diçka, gjërat kuptohen ma lehtë dhe mohen men. Gjuhën frënge hala se kom nis, po shpresoj që ja filloj. Unë gjithmonë keshi se si mësuese besoj që jam mirë, as i nxënëse. Ja. Duhet disiplinë. Keshim me nxënësa që ju thëm krejt juve, ju thëm këto që po ju thëm juve me i bë ju te shtëpia, me mësu, mos mungo përsërit, unë për veti nuk i bëj. Angazhime, detyrat, puna po të marrin para vetes, po. Keni qenë ligjëruese edhe në një mjedes kushtimisht të pazakont për mësimdhënie në kampin ushtarak Bon Still. Si ishte ajo përvojë dhe çfarë mësuat prej saj? Përvojë jashtëzakonshme, shumë përvojë e mirë. Aty kam ligjëru 6 muaj. Kem pas me ligjëru gjuhën angleze, punonjësve shqiptar që ishin në kamp, sepse qëllimi i tyre ishte domethënë që me ndonjë punë, me ndonjë projekt, me dalë jashtë vendit edhe u nevojitej gjuha. Ishte obligative me mësu, të paktën gjërat elementare. Çka ka qenë interesante dhe sfiduese, se punonjësit shumica kanë qenë një moshë kogja të shtym. Pak ka pas të ri, domethënë po them mesatarisht 50 vjeçare, ka pas edhe 70 vjeç. Do më thonë, nëse mbaj men sakt. Ka qenë sigurisht e vështirë, se, do më thonë, na kemi sfida, një fëmiu kur po jam mësojmë një gjuhë, një triu e lemo një personi, po nanën tjetër ata ishin në një ambient ku flitej gjuha angleze, kështu që sado kudo ata kishin vazhdimisht kontakt me gjuhë, edhe kjo ja u lehtësojke. Çka më pëlqejke se ata dilshin punë ora 5 ose 6 mëngjesit, na e kishim prej 6 dhe mbrëmje kursin. Do më thonë ata prap në 4-5 po di për afërsisht që kryshim punën, e pritshin kursin e majshim deri 8:30 nduket ose 9, do më thonë ku e mershin atë vullnet, gjithë ditën e gatë në punë, edhe prap 3 orë kurs në mbrëmje me i majt, amo ka qenë jashtëzakonisht mirë. Tashti, vike me kesh, unë isha mësusja, po isha ma e reja për gjithve. Unë ati personit që ishë 60 vjetë, vike vështirë mu drejtu me emër, pa ishë në zënë si jemi, adin qysh mu drejtu me ta, me bisedu me ta. Po për ndryshe, adin çdo përvojë është e mirë, çdo përvojë, edhe ato që janë pak të pakëndshme, janë të mira se njeriu mëson shumë, edhe mundesh me kthy në përvoja të këndshme për ty, se s'ka mundësi, unë them s'ka mundësi që një përvojë sa do e vështirë me qenë ose sfiduese, mos me pas diçka pozitive në to. Ti gjithçysh mundesh me nxjerr diçka të mirë prej asaj përvoje, kështu që ama jo te kampi Bon Still, thjesht çka u kanë. Aty pak e kom pa edhe kapacitetin tem, se shumë orar shumë i gjatë. Unë punojsha në kurs në qendër prej mëngjesit, në pej, deri në 4, edhe adin që shpejt në 4 ora nisu, shkom Bon Still në Ferizaj, maj i urt, mbrëmje ktheu, kogja dinamik, intensitet. Po mu kjo më pëlqen, nuk ka lidhje, e lodhshme, ama edhe kur e din që e ki që të përvoj, veç 6 muaj ditë ka me zgat, njeri duron se është diçka që përfundon, që do më thonë u kry, edhe mbet kujtim, po besoj që edhe ata nxënësat kanë arrit qëllimin ku kanë dashur me shku, përvoj jashtëzakonisht e mirë. Duke qenë se punoni me fëmijët, cilat mendoni se janë disa gjëra që prindërit nuk i shohin pas dërgimit të fëmijëve të tyre në shkollë? Nuk jam e sigurt nëse prindërit nuk i shohin apo nuk dojnë me i pa.
është vështirë me punu me fëmijët, në përgjithësi është vështirë me rritë fëmijë në kohën e sotme për shkak sfidave, edhe fëmijët po m'duket që po kanë ma shumë qasje ndaj situatave problematike se sa që kanë pas përpara, edhe vetë fëmiu po gjendet një situatë se çka me vepru, edhe ai sigurisht që shkon në ato që e tërheq më shumë. Prindrit, unë mendoj që prindrit thjesht ish dasht me zhvillu pak ma shumë komunikim me fëmijët e tyne. Me zhvillu komunikimin, sepse nga njëherë me vërtet me disa fëmijë e shoh, thëmë, a është ky kështu të shtëpia? Është për shembull shumë i gjallë, ndoshta po them, ose jo shumë i disiplinuar, jo vetëm në kuptimin e disiplinës kështu zhurma e këto, po edhe të mësimi, edhe nga njëherë, për shembull një situatë që bashkë e kom pa veten që s'po moj fort më bazu të fjalët e prindve, vjen prindje dhe sjell fëmin. Në kurs me fillu, domethënë, mas pari, më thot këtu ka shumë njohuri, është kapacitet. Unë pastaj e vrej që bashkë aty, mu më duket që ka mangësi. Po tashti, kjo krejt varet tashti edhe prindi, shembull nëse po flasim për gjuhën angleze, prindi, nëse s'ka ai për veti njohuri, ai penin fëmin të fol, po ai nuk mundi me dallua po fol sakta jo. Ose cila fjalë është i përdor. A janë këto fjalë që po i marrin prej videove në YouTube, në TikTok, apo janë fjalë që po i mësojmë në shkollë, që në shumicën e rasteve janë fjalë prej internetit. Nuk do me thonë që janë gabim, po është një farë gjuhe jo zyrtare, është sigurisht me gabime, me shkurtesa gramatikore, po do me thonë që e kom vrej që nga njëherë fëmijët, prindrit më thonë që fëmiu është i mirë në diçka, e ai përkundrazi, po thonë që s'del i mirë, po del shumë më i mirë në diçka krejt tjetër që pastaj unë që ato e kam vrejt e prindi nuk e ka ditë, kështu që unë mendoj prindrit në përgjithësi si të çështja e mësimit, disiplinës, duhet t'ja zakonisht shumë me komuniku me fëmijët, me liru fëmijët që çka do që ata bojnë në shkollë, qoftë mirë, qoftë keq, qoftë ndaj sherra, ndaj përplasja diçka, vetë fëmiu mi tregu prindit kur shkon te shtëpia që me pas fëmiu qatë liri, besoj që është e lehtëson me të i kaluat situatë si për prindin, si për fëmin, dhe më thonë kur është një farë komunikimi mes tyne. Tash po kalojmë te një temë tjetër që është besimi. Si udhëzuat në fen islame, a keni ndonjë ngjarje konkrete që ju motivoi drejt islamit? Fen islame në familje kemi praktiku gjithmonë. Po them, më mirë po themi e kemi njoft gjithmonë, se tash s'po mundem edhe familjen komplet me shti një kallëp, dikush më shumë, dikush më pak. E kemi njoft gjithmonë. Tash unë gjatë periudhës së fëmijërisë kom kalu ma shumë kohë, kisha thonë dështa me mamin, edhe po filloj prej periudhës Ramazanit, gjithmonë shkojshim në xhami, në teravi. Nuk e di, po thëmë dështë edhe fëmijët e kanë halat pastërtin në veti, si personi pastër, shpirti pastër, edhe diçka që është e bukur të ngrenë. E shoh edhe vetë, jashtëzakonisht shumë u kënaqa kur shkojsha në xhami për teravi, edhe gjithmonë më dhim ke pse tash ti mas Ramazanit duna me prit një vetë për me shku prap në teravi edhe në xhami, se s'kish organizime tjera, i shumë përgjithësi edhe të fëmijët tjerë, dhe më thonë të nipat tonë, të djali jam, sa shumë e pëlqen edhe e shijon se e kia ndjenje që unë jam të bu mirë që tash, jam të bu mirë për veti, jam të bu mirë, thjesht po ndina mirë që të vend, po më pëlqen, edhe krejt këta njerë që këtu krejt janë të bu mirë, jemi të bu të njëjtin sen, është shumë ndjenje mirë, po mendoj që atëherë ka fillu interesimi jem ose njohja jem me fen. Gradualisht u rrit, tash ti ka qenë që po thama ajo periudha e pubertetit që tashti unë isha pak si në mes, ka me shku kafeja, me shku ka shumica njerëzve do me thonë se ish periudhë që mu ma shumë interesoj kishin daljet, argëtimi, muzika, qito senet, edhe më tërheqin ma shumë se shoqëria edhe komplet ana ishin ka ajo pjesë. Po më kujtohet se e gjejsha veten her pas here që për shembull duat që i kom ditë si fëmijë pas ta nis me i harru shembull. Edhe mu kjo situatë shumë frikësojke, se thësha çka nëse unë kom nevojë për Zotin, ç'është mu drejtu une kur i harrova
do me thonë suret ose mu fal ose harojsha dreka sa rekate I ka pas, diçka pak më stresoj kjo pjesë, thësha në rregull ti shko këneja më këtu s'bon me I haru, që shto e kisha atfar bindjen atëherë. Isha do me thonë këgja një kohë asa ne as kënej, po mendoj se është e kuptueshme se është një periudhë, është një periudhë që personi nuk e njen vete, nuk e din qa po don. Unë për veti, po më duket shkojsha ku ndisha ma mirë. Ndjenja pak ma shtronë, se ndihesh mirë edhe me shoqnin kënej, po ndihesh mirë edhe kënej në raport me Zotin edhe me veten tane. Taman, kur unë e kom fillu me praktiku, është ajo periudha që kom shku në Gjermani, kanë ndiku shumë sene, unë besoj kanë ndiku vetë mija pikë së pari, që se kisha askon, dhe në moment që ti se ki askon, ti s'ki ku më mbështet është të Zoti. Jeta atje pak ndryshe, shoqëria ndryshe, të gjitha. Unë e fillova e gjeta një familje ngushëllimin të leximi I Kuranit, të dëgjimi ligjëratave prej hoxhallarëve të ndryshëm, bile edhe kur fillova me I dëgju, u shlirova shumë u shlirova, se në qatë moment mu duk që isha pakon shumë ngusht. Dishtu ndje shumë keq, se mu duk e vetja si kur jam vetë. Se edhe në Prishtinë unë isha në studime, po prej Prishtinës shko isha në shpi për një orë, qka do të lashe I kisha vllaznit, motra, prindrit, kisha ku më drejtu prej Gjermanisë ku me shku. Edhe as me thirr dikon s'mundesh mja kallzu të lashe tua, se veqe ngarkon personin edhe s'ka që ka me të bo. Kur e zbulova në farë mënyre, bile bash edhe thash, more, kur e kom në Zotin, pse me stresu veten kështu, edhe pse me lyp mbështetje të njerëzit, kur unë e kom mbështetjen e Zotit. Atëherë fillova edhe me fal namazin, e kom pas, më kara muji Ramazanit atje me agjeru, kom agjeru krejt vetë, edhe pse ishim disa shqiptarë që thash një grup, po vetë e kom agjeru, tjertë jo, edhe me njëherë edhe kjo për mduke që ka ndiku, se ka qenë Ramazan jashtëzakonisht I mirë. Dita ka qenë shumë e gjatë, se isha në veri Gjermanisë, edhe I bike syfyri parafësisht si kur këto, Kosovë për ora 3 dikon, iftari 10, pak para 10-ve, po a beson që asnjë problem se kom pas, bile kom shiju maksimum komplet Ramazanin, po edhe është ndryshe se kisha obligim veç vetën temës, kisha kërkon tjetër që kisha obligime, kisha qatë fakultet, tashti unë ndajsha shumë mirë kohën teme, prej kësaj kohe deri kaq unë meditoj, prej kësaj kohe po mësoj, prej kësaj kohe po flej, unë s'di nëse m'ka funksionu najherë diçka me plan program që ashtu sakt si kur atëherë, po unë po mendoj se s'ka pas kur kush me mdërhy në orarin tem, që në agendën teme, edhe do më thonë atëherë kom fillu taman kështu me mësu edhe me praktiku. A e patët të vështirë ta merr një vendimin për mbulesë? Vendimi për mbulesë nuk ka qenë I lehtë. Mas pari e mendojsha unë për një me apo du, se është një periudhë që është sidomos ajo periudha e fillimit kur personi fillon me kriju lidhjen me Zotin, ti mbushesh me besim edhe me iman, edhe ti don tana tani mi bë, don edhe më fal të ditën e gatë, don me agjëru edhe jashtë Ramazanit, se të vjen ai vullneti edhe dëshira që gjitha farzet po se po dhe synetet, po du me thonë gjithat me I zbatu, se thjesht jenë qatë periudhë, po I përjeton senet shumë, edhe do të gjithçka me konë rregull. Edhe unë isha në dilemë vetë me veti, apo du për një me, se nuk po du me qitë e mira pishmon, ta më puna, edhe pak edhe më fëllqin edhe tjerë të në kuptimin e sfidave, kemi pas vështirë që do me gjetë punë, me këndo më martu shoqnia se kom pas për shembull, nuk I kom pas besimtar, shoqnin që risha çdo ditë me ta, nuk kanë qenë besimtar. Me njëherë unë pak u dallojsha se mu më ndryshu në interesat. Unë e haloj kam të njëjtën shoqni dhe shumë mirë kalojmë, po shembull po them, nëse ata tash ishin të interesu me dal një natë në muzikë, unë jo, se nuk I kisha që ato prioritetet dhe interesa, pra thjesht ajo pjesë ndryshoj. Po
e kom mendu një kohë gjatë edhe vetë, po e kom diskutu shumë edhe në shpe. Nuk më pëlqen vendimet veç vetë me i marë, se më duket sikur po ju thom aty në shpe, unë kështu vendosa, apo ju pëlqen, as po ju pëlqen, s'po më intereson, nuk mendoj që është rruga e duhur. Unë e di që na duhet me i përmbush obligimet që ne i ka jep Zoti, po edhe mendoj që mënyra që i përmbushim duhet me ka mënyra e duhur. Edhe unë jo mundu me i bind antarët e familjes që kjo është e duhura për mu. Ata s'kam pas as njëherë kur gjo kundër as shamis, as fes, thjesht kishin frikë për mu, që unë e kuptoj plotësisht, që të mos tash që ka kalu pa kohë edhe vetë kom fëmi, e kuptoj këtë pjesën e frikës, se fëmija ju tashti është ka ndryshon, është ka e merë një kahje tjetër, edhe thjesht që shko me ecë rrugtimi i ti, po i kom pas familjen për gjithë shka shumë ofër, edhe më kanë përkra, po thome kam diskutu shumë herë me ta, se cilën herë ma kanë shty çdo herë, se pra po thome, jo qëllimisht me nëjë qëllim të keq, po prej frikës, adi si mendoj edhe pake, adi qka prit këshyre njerë gjeje një pun, krye njerë fakultetin, gjithë kisha diçka me bo para shamis. Dikur vjen një periudhë që unë e thom, se u zgat, ko gja shumë, dikur një vit e gjys, po më duket unë e të pritë, të mendu e speqes, edhe erdha një pikë që thash, më duk që edhe pak edhe vetë u konsumova, se ti po dënë me bo një sen edhe qaq gatë nuk pe bon, ajo e nis me të lodhë që ajo dëshira, se do kisha dëshirë, edhe vendosa me qitë, edhe veç e qita, unë jem kanë këtu në Prishtinë, edhe kërkujna si kom tregu, mbrami e kom shku në shpi, ka qenë në mërkure, edhe ish veç babi në shpi, edhe dhe më thonë, pi biziljes, po ma ha babi deren. A i qatë shumë më tëtë pse ko martë mërkunën, sa së mvrejti që isha vesh heq. Dhe më thonë, nuk, ma shumë më tëtë qa ka ndodhë pse kjarë ditën e mërkurë, se gjithmonë na shko ishim të premteve, se që ishim në studime, dhe më thonë vikendeve, shko ishim në shpe, edhe po që thash babi, erdha ati me të kalcu qërëm që shjom vesh. A i qatë herë po më këqyrë, edhe vesh, u që dita, se vesh ma boni për hajrë, u rime, ishala, shko gjithë shka qyshe ke mendu edhe që përblen Zoti, unë isha bo gati me më fol pakaj, pse vendosa, qysh vendosa, pse vete, a kemi fole, po jo, veç ma uroj edhe prej asa ditë krejt antarët e familjes i kam në përkrahje. A hasin vajzat me mbulesë vështirësi në shoqërinë tonë dhe a keni përjetuar ndonjë rast para gjykimi personalisht? Unë mendoj që te vështirësit piknisja është te vetja jote. Kime pas vështirësi nëse ti mendon që kime pas vështirësi. Unë për veti, kom pas vështirësi, po s'moj me thonë që për shkak mbulesës, nuk isha thonë, vështirësi po ki edhe pa mbulesë. Tash me thonë jam diskriminu në punë, nuk më ka marrë në punë për shkak mbulesës, unë këto kur s'moj me ditë se unë nuk e di që nëse nuk e kisha pas mbulesën, kisha hinë që atë punë. Prapë s'do me thonë që kisha hinë atë punë. Kështu që unë nuk ja kisha vesh këto vështirësi mbulesës, shiko, ka vështirësi, mirë po, njerëzit kanë ndryshu në përgjithësi, shoqëria ka ndryshu kogja shumë. Sidomos për shembull në qytetin e Prishtinës, po edhe në qytetin më të vogla, pothuajse se çdo familje ka dikon me mbulesë, edhe me njëherë qasja aty në ndaj teje po ndryshon, janë ma mendje hapur, ta jepin mundësinë me kallëzu ti që ti vlen, që ti je për atë vend pune, që ti përshtatesh me shoqërinë. Nuk muj me thonë që kom hasë në vështirësi diçka caktume për shkak mbulesës. Jo, do me thonë, kryesisht mbulesat i hapë rrugët, për kundrazi, mbulesat i hapë rrugët. Se shumë punë që, shembull, qoftë për shkak mbulesës ose jo, nuk i mujt me arrit, na e dim që qashtu ka qenë ma hajrë edhe ma e dobishme për ty. Unë shumë bazona të kjo. Për para s'kam qenë kështu, për para, kur do isha diçka me arrit, nëse nuk e arrisha, unë do më thonë,
nuk më isha me përballu pse unë nuk e arrita atë që deshta. Me kalimin e kohës, sidomos me praktikimin e fesë, po edhe do të thonë mas mbulesës e të gjitha, aq ja përkujtoj vetes, se s'po them që praktikoj gjithmonë se njeriu po harron, po ja përkujtoj vetes që këto punë ti duhesh m'ia bëse bepi, një punë që dëshiron edhe me lanë. Nëse arrijet ka qenë hajër për ty, nëse s'arrijet s'ka qenë hajër për ty, kështu që nëse ka vështirësi, kjo ka qenë ma e dobishme për atë person, sigurisht, ose nëse e ka pas vështirë dhe prapë se prapë e ka arrit, ai gjatë atyre vështirësive, vetë se u zhvillu për veti, në mënyrë personale dhe profesionale, mu nuk më pëlqen as pak titujt kur i shoh për portale e gazeta që supranova për shkak të mbulesës, më refuzum për shkak të mbulesës, unë nuk mendoj që vështirësitë po vijnë për shkak të mbulesës. Neve Zoti po na i hap rrugët, ajo punë nuk ka qenë hajër për ty, ose ndoshta edhe ti duhesh pak më shumë mungjall, pak më shumë me u bë pak më i gjithanshëm, me provu më shumë, nuk mundesh me apliku një vend punë edhe me pri 2 javë që të thrasin. Për me të thirrë një intervistë, mendoj që duhesh një 50 vende pune me apliku, që me të thirrë një intervistë, për mu pranu, duhesh me hi një 10 intervista, që njënën për tyne me u pranu, nuk është letë, po prapë se prapë kjo është çështje e vështirësive dhe sfidave të tregut punës edhe jo të mbulesës. Nuk mendoj që mbulesa neve na i kufizat gjërat. Krejt në fund, a është e vështirë ta balancon jetën si mësuese, si nën dhe bashkëshorte? Nuk është e lehtë, po nuk është as e vështirë, se unë mendoj që neve na mban dëshira për mi arrit të gjithat edhe vullneti. Unë po filloj prej vetës. Unë e du punën time shumë, nuk e paramendoj vetëm pa punë, sepse po mendoj që komunitetit po i kontriboj. E sigurisht që shtëpia ka nevojë për gruan, edhe fëmijët kanë nevojë për nanën. Do me thonë, na tashti po mundohemi në gjitha anët me ja dal, edhe po e shoh që po ja dalim. Po ka vështirësi, duhet gjithçysh me përmend ndihmën e familjarëve, sidomos bashkëshortit. Tashti edhe bashkëshortet kanë ndryshu pak, po na ndihmojnë rreth fëmijëve, na ndihmojnë rreth shtëpisë, rreth gjithave. Do me thonë, edhe unë mendoj që mu kjo kogja mi ka lehtësu punët, na kemi një bashkëpunim shumë të mirë në të gjitha aspektet e bashkëjetesës tonë familjare. Nuk ka detyrat mia dhe detyrat e ti, ne jemi të jetu bashkë në momentin që jetojmë bashkë, gjithçka këto është e jona edhe kemi obligime ndaj njëri tjetrit me ja lehtësu punën njëri tjetrit, kështu që po ja dal, unë kisha thonë që po ja dal, ka ditë që janë të vështira, ka ditë që po m'duket që hiç po ja dal, të nesërmen kjo m'kalon, të nesërmen m'duket që apet po ja dal, edhe unë mendoj që kjo është një vështirësi e kësaj periudhe. Kjo është sfida edhe vështirësia, kisha thonë, e shekullit 21, se jeta u bë tepër dinamike, ne po mundohemi m'ja dalë në të gjitha anët, me pas sukses në çdo sferë, edhe mendoj që po ja dalim, po vështirë kishen nëse kisha qenë plotësisht vetë. Po me ndihme dhe me bashkëpunimin e tjerëve, anëtarëve të familjes, po ja dalim, shpër Zotit, mirë. Medina, faleminderit shumë që ishëm me ne. Faleminderit juve për ftesën. Unë e shijova edhe u kënaqa shumë në këtë intervistë. Faleminderit juve.